Ajo s'kishte plot në një herë. Edhe nuk I kam shumë qef kur I shef të njerëz aty duke krijuar rin ha ha hi hi ha ha hi hi. Por pse kur e bëjmë pas safat? Po, edhe nuk është nice. Nuk duken ato mirë, pa. Për ta pra nuk është mirë, po. Nuk duken mirë heq. Aftof më thash. Hajde më fut në mbrënd, po Hajde. Hajde bëj një vrap. Fites. Po ju diku të shkosh. Gjeti qushe. Po bra. Do vin. Shku te delet. O, do vin. Do vin. Të vila. Të vila s'ka njërit. A I të vila. Hajde. Po mune. Hajde. Po pse jo? Vila është pjesë I lirit atë na shoh të dalë jashtë. pjesë e fermës vila. Si I bjen? Po. S'no ka thonë Veç kush. mos e kyçin. Hmm? Imagjino të mundemi të hym, edhe si ka vajt njeriu në mendje. Po. Si ka këftoft, pa shumë ftoft me adimen, ma. Heri regula. Si ka vajt njeriu në mendje. Nuk është ta pa, po se kena pa arrin këmej. Edhe? Edhe kuelash. Ti si e më dhanë që të pyta atë që tha dalim jashtë më ne. Janë ato gjëra që the, që edhe unë dua t'i bëj gjëra. Se është të person jashtë, Po. që nuk dua, se mendoj se ti isha unë vetë, që nuk do doja të ta shifja Po. diçka edhe Mos I ban tjetërit atë që nuk ban që me të Po. bati. Shumë e thjeshtë. po, Unë kam parin këtë do. veç Ka I herë bie dhe unë, se s'du mu bosi shajtësh. Ka I herë flasë në përgjithësi për çdo gjë, ki parasysh, nuk jam kaq katolik që se si rregull atëherë duhet me respektu gjithmonë këtë gjë, edhe për gjëra banale, kështu thjesht mos sqarua, kupton? Por për gjëra kaq të rëndësishme që për ndaj mua. atë gjën që nise sot të ma thoje, të lavande tek dhoma e make-upit që s'të lash, Po. s'ta lash të ma thoje, sepse këtu, edhe pse shtëpia është e madhe, nuk është dhe aq. Edhe si kur të shkojmë, unë pak njerëz kam këtu që I ndjej. Edhe nuk do me thënë e mira nëse do vinte ai moment, që të thonë, e vetmja që unë do bëja ishte të dilja. Sepse do ishte një thoj si unë të mos, ku di unë, Jo, për s'pët njëko. nëse ti do ma thoja atë gjën që unë s'ta lash të ma thoja sot, Cilin gjë? te beauty more, Po a ti s'din, erdhe, ti e di çfarë që do dishte më me thoje, se e nise me që mos të lëndoj ty, më the, edhe unë të thash mos e thuaj. Po prap ti nuk e din që desha me thonë. Që thjesht, okej. Po, nëse do vinte ai moment, unë të thash pak njerëz I kam këtu brenda që I kam I ndjej dhe flas me ta shumë lirë, shumë në mënyrë shumë të sinqertë. Dhe nëse ajo që do ndodhte I binte që unë t'i vendosja një gjithë eksperiencës sime këtu brenda dhe më mire kisha të dilja. No. Po unë nuk është se kam luajtur deri tani edhe do të luaj me emocione dhe ndjenja Pa, dhe... jas diskutohet e për të zot me lujt me emocione, me Po, ndjenja lartë qoftë. jo vetëm, po me emocione dhe ndjenja edhe Normal. me ku diun me Jonit, me Sart, do me thënë, Po. ai moment nuk e kam bërë, s'do ta bëj asnjëherë. Jo me Po. ato, po me asnjë. Po nuk është, okej, po të lau, ma me thonë. Edhe, ua, më ndihem shumë e vëzhguar. Pse? Shifi si janë shifi. Pse?
Hajde dali, mos na ndiqni më. Se është e kohët, se këtë ka sy gjithkohë, për më aman se aftoft. Seriozisht ti të dalë? Po, se do flas më lirshëm. Pa aftoft. Okej, Pa, a di pse të tham, se edhe jo është aplot. E di. Është e kohët. Thjesht ideja. Ne ti të makarena nxehtë. Jo, ajo që unë ndeshta me thonë ishte thjesht. Jo, prej ta flas, pa problem. Mos ke frikë, se është kur gja thjesht që si më thonë, ideja është kjo. I gjaja o mund një gja, o mund bëhet një hap mrapa, o mund bëhet një hap para, o mund vazhdojnë kështu si qashtë. E kjo s'do thotë që të ardhmen ne mund ta planifikojmë, absolutisht jo. E ardhme nuk planifikohet, nesër nuk planifikohet, por thjesht ajo ideja e kësaj hapit, po thojmë mrapa distancimit e tjera, është thjesht një, më mirë me thonë, mos me bë hap parë, kaq. A kupton? Sepse, po e përsëris, sepse ideja është kjo që më pëlqen më vërnesh më që ka të keqe, s'ka kur gjë të keqe, më pëlqen si vajzë tjera, edhe jena në një botë paralele këtu. Kupton? Se edhe ajo nuk është më unë më vlerësu, por ka ana tjetër e peshores, po thojmë. Unë s'kam pyet kur më gjatë, normalisht, sepse nuk dua as më të hinë atë privacy-n tonë, se ti ke tana drejtat për me rujt private privacy-n tonë. Disa gjana tuaja. Gjithse cili prej nesh shqyqyr Zotit e ka atë drejt. Se nuk jena, nuk është e thanën që këtu me nxerr tana, gjanat, absolutisht jo. Dhe si jena të vetmi që i ruajnë disa gjana nga privacia jonë. Pra unë edhe për atë arsye nuk të kam pyet kur më gjatë, ku diun gjana në detaje ose imagjinoj vetë, do të thonë situatën që ti mund të kesh jashtë. Okej. Pra tu mas ditë kur gja, por thjesht tu di që diçka është, çfarë do të jetë, mund të jetë i gja, e vogël mund të jetë i gja, e madhe mund të jetë i gja, e rëndë mund të jetë i gja, e lehtë mund të jetë, çfarë do të jetë, por është. Po. Okay. So, unë këtë parime kam pas gjithmonë sepse e kam bujt vetë. Okej, në jetën time më ka qellu një ose dy herë me psu këtë gjallë e kam bujt shumë normalisht. Si tanë njerëzit, se diskutohet. Edhe gjithmonë kam rrit me respektu këtë gjallë, se më ka qellu pak herë, se s'ka qellu kushtë di se sa herë, nuk ka një gjatë që qellon kështu për ditë. Që me pas interes për shkakun për një person që ka diçka tjetër. Okej. Që në këtë situatë më parë? Më ka qellu një dy herë, po jenë të rrejt, mbarët ma dhe grada interesit, edhe aty, pa jo për forcët, më thanë, thjesht mund të kemë pas një interes fizik ka një herë, ose i herë tjetër kam pas një interes edhe më shumë se fizik. Por e kam në atë rast, unë e kam nalu vedin edhe ka kanë shumë e thjesht për mu me baj hap mrapa, sepse kam kanë botën reale. Aty është shumë ma e thjeshtë. Se është kjo diferencët, më thanë, no? Nërko që këtu ka dy gjana. Gja e parë është që nuk jena në botën reale, kështu që ku me bë hap mrapa këtë s'kena. Atë po të thoja. I kja është. Po pra, e kuptova. Edhe s'kujtohet gjaja dytë. E hupa, unë ka i heri hupa. Shkurt ma beti, dhe më thanë, atë që me mova unë, ishte thjesht që
me ecë gjanat në mënyrë të natyrshme. Sido qoftë që mund të ecin këto gjana, unë në një sens, unë në sensin tjetër, edhe gjaja e parë për shembull me ba është mos me insistu, Po, të insistosh, po. mos me insistu që s'kena ba asnjëri as tjetri deri më sot, a kupton? Por prap moshta mund të ndryshojnë diçka nga momenti që me sa duket sa po e kuptove edhe jo nga e dilja. Edhe plus është ideja që unë pak a shumë thash, domethënë, ty më pëlqen si person, je shumë e amël, je shumë inteligjente. Je shumë thamon fisnike. Të shoh një domethënë leale, loyal. Je një artiste e mrekullueshme. Okej, edhe ajo gjë mund të rrek gjithmonë artin, art is beauty. Arti është bukuri, gjithmonë. Plus fakti që je bukur vetë, po edhe arti jetë të bën edhe më të bukur, e ke parasysh. Edhe pra kam atë kuriozitetin për me të njoft gjithmonë më shumë, edhe plus është pjesa po thojmë ma pak e kontrollueshme, që është kimi, fizike mendore, domethënë që e kompleton atë pikturën. Por nuk ta them krejt, duhet me besu me plot sinqeritet. Unë nuk du në asnjë mënyrë me kenë shkaku, e kupton, në këtë fazë, sidomos, mas kaq pak kohë, me kenë shkaku i problemeve tuja, i sikleteve tuja që mund të kesh me personin tanë. Këtë nuk e kisha dashur kurrë, sinqerisht. Po, të besoj. A kupton? Të besoj. Sepse, ta thash, e kam si parim, edhe mendoj që nëse tanë persona do e kishin si parim këtë gjë, shumë probleme do evitoshi. Jo tana, se si ta thash, ka herë gjanat në ullin e njëti jena, s'ke që i banë. Atë nuk është një diçka, kupton, o kështu, jo. Paka shumë kjo është, në thonë ideja. Për sa më përket mu. That's all. Edhe, vale fundit, është fakti që, në thonë, kisha dasht me të pas gjithmonë afër në këtë eksperiencë. A kupton? E ti, edhe unë njëjtë. Mos me kenë kjo... Mos të mbasësh diçka që Jo, e di. n'asnjë mënyrë, sepse ta thash, nuk jam ma 24 vjeç, nuk jam ma 20 vjeç, nuk jam ma i vogël, shkurt ma beti, dhe më thanë, di edhe kam atë maturin për me i kuptu gjanat, për me i nda gjanat, edhe për me i përballu, po them gjanat, e ke parasysh. Këtë prishe qetë. Hau. Ndaj nuk doja që ta thoja atë gjën kur ishim aty, se e dija që do ishte ajo që më thënë që parë. Është shumë okej, është shtëpi e madhe, ama jo dhe aq. Po. Edhe sa do të përpiqesh ti, unë ti jem në kuzhinë, ti jesh, nuk e bën dot atë gjë, dhe unë nuk do doja. Sepse unë e mora vendimin të vi këtu. Nuk është diçka që do ta bëj përsëri në jetë, se nuk është diçka që po e bëj një herë dhe kaq, edhe ta thash, edhe ti ke shumë rëndësi për mua, edhe unë nuk do doja që të fillonin këto hajde shmangim njëri tjetrin, hajde mos, nuk do mundesha dot. Ama nuk ka sens. Nuk ka.
Ama, si që the, unë I kam është ajo situata ime që unë nuk mundem ta nuk e ti më, do me thënë, ti s'ke diçka përgjegjësi që Normal. të mendohesh ose të Normal. s'ke asnjë. Po jam unë që duhet të nuk e di. No, është ta vlerësosh, është ta jetosh, ta shumë gjana. Po, ama shiko, ti mund të jemi këtu dhe 2 dhe 3 muaj të tjerë. Po, Inshallah. po. Ama unë një lloj faj ndjej pak. Sepse nuk kam gjendur ndonjëherë në të tilla situata. Më kupton, edhe se di si ta Me përballu. po. Ndonjëherë më duket sikur duke folur jap më shumë zë se ç'duhet, mbase më mirë është ta edhe ama këtu je gjatë gjithë kohës, edhe ke nevojë të shprehesh, se po se bëm sot do bim nesër, pas nesër, pas nesër, do vi ai çasti që do bëhet. Që ne kemi afrimitet, kemi. Edhe është e dukshme. Po. Nuk mundem të veç, okej, se hajde se... Okej. Është okej. Edhe... Mjafton. Që se ke të gjë tjetër më thanë, thuj? Që s'du me të Nga më shumë, po. Okej. Thjesht ta di që për mu mjafton. Ti s'ke asnjë... Veç unë nuk dua të mërzis njëri, nuk dua të... Do me thënë njësoj si që kam këtu brenda, ashtu e kam edhe jashtë. Që nuk dua të mërzis kënd, nuk dua të lëndoj kënd, nuk dua të besoj shumë në karma, di që të bësh të kthehet, edhe nuk do doja t'i bëj askujt keq. Jo, kur. Mos nërsh kur, inshallah nuk nërshon kur. Vetëm aq. Edhe thjesht më duhet të gjej një lloj mënyre që t'i kaloj, ta menaxhoj këtë gjë. Kështu më thënë thjesht ta jetojmë këtë eksperiencë për të dy, që është eksperiencë e papame. Po. Të kina me kanë, sensin që s'ka mënyrë shumë kur gjo. Këtë shpresoj që... Po. Se, kupton, është për te I formave që mund të marrin, çdo formë, çdo variacion që mund të marrin është përse përpaqja shumë e bukur kjo, kupton? Edhe e zbukuron edhe më shumë këtë eksperiencë. Okej? Pa ekspektativa, pa me respekt. Po, of course. Me kujdes. Se nuk jena fëmijë, ose unë as ti. Ti I bëj më shumë se unë, po. Po, mërë vesh se kjo është pikë tjetër. Unë jam shumë më I madh se ti. Jo pak. Unë lene që dukem si. E ti? Se kisha më kur thjesht. Unë I herë kam kanë gjithmonë I më I voglit. Më I voglit, gjithmonë. Çdo relacion, çdo pëlqim, çdo ka qëllu kur një dame me kanë një tërhekun ma dikush as moshatare me mu, lene ma... Mendon që ndoshta është thjesht diçka e krijuar nga izolimi këtu? Apo jo? Është e çuditshme në fakt, nëse e mendoj. Ma shumë sepse unë vi nga 2 vjet unë e quj sterilitet emotiv. Më thanë, kam vu
Kam pas shumë raste, okej, kam raste vazhdimisht, normale kjo qa. Po kam vu gjithmonë barriera rreth mejet për diçka që mund t'ishte diçka më shumë se sa një njoftje. Pra, kjo më ban çudi, po, që pikërisht këtu, po të flas kështu si mi fol vedit, a ke parasysh. Taj po pyes, a mendon që diçka e krijuar nga ky izolimi këtu? Me kani sinqert, nuk mundë me të thonë, jo, nuk është kështu. Me kani taman i sinqert, thjesht është nuk e di. Mund tjetë, ose mund mos tjetë. Sepse po e përsis është edhe ideja që 10 ditë që janë 10 muaj këtu. Se është edhe i problemi i kohës, i relativitetit kohës këto mërën që ka diqa e çuditshme. Pra, mund tjetë, por mund mos tjetë. Unë nuk e di. Besoj as ti. Që mund ta bajt njëjtën pyetje. Po ta baj bile. Ti e mendon? Që nuk s'kam i përgjigje të saktë. Ti e thonë, nuk e di, i shmangem kësi lloj situatave. Kupton? Po, edhe unë. Unë për arsyna tjera, e ti për arsyna tjera, po të dy, nësa duket. Madje unë ta thash unë shoqëri me çuna s'kam. Ndoshta duket pak, ama nuk kam. Po. E kuptoj. Sepse kështu e kam zgjedhur gjithmonë. E kam zgjedhur këtë gjë sepse në një 2 raste më ka ndodhur që Po, se e tha aty. Po. Plus edhe dua të ruaj atë qetësinë, paqen. Unë jam shmang gjithmonë edhe për faktin që kam ideal. Është i vogël, jam ton energjia, ton dashnia jame. E kam të noa, ke parasysh, edhe sikur nuk ja kam leju vedit me e menu vedin me dikën tjetër në këtë periudhë. Plus edhe ndarja dën kohë për mu që të vish prap në vete, për mu si i thojnë, ushu 100%, se janë trauma të maja, dhe me thonë, mos e përvosh ka një anë. Sepse, banalisht, dhe me thonë, ti nuk e bani fëmijë me dikën me idenë që dëndahesh, a ke parasysh, nuk e pret, është trauma, është luto, si i thojnë. Kështu që këtë gjëna bashk më kanë ba mu në mënyrë të fort me vu barriera. Edhe, sinqerisht, nuk kam përvu kur një atraksion, një interes edhe tillë në këta 2 vite për kam. Kështu që për më kthyt ajo pyetja jote, nuk e di. Mund t'jetë, se ka sens, mund të ketë sens. Jena këtu, jena me disë nesh e tjera, por mund të dhe mos tjetë. Sepse për atë që thash fillim që më nëj për ty. Kupton? Nuk kam përgjigje. Tesh për tesh nuk kam asnjë përgjigje, po as ti, as kërkusha, kupton. Ndaj të tham, ta shijojmë këtë eksperiencë. Bashkë me kanë, inshallah deri në fund. Pa ba plane, pa ba të i lanë gjanat me rjallë në mënyrë të natyrshme. Thjesht, nuk kam në momentin, në një çfarë do lloj momenti. Ti ose unë.
ndo ndim vedin në ciklet, thjesht mos ta hupim kur këtë komunikim, më thënë. Po. Kjo po, që më thënë. Kaq, thjesht nuk du që me ndiku në mënyrë negative në këtë eksperiencë, por me ndiku në mënyrë pozitive. Ky raport që kena unë e ti. Po. Çfarë do lloj raporti tjetë, a mund tjetë, etj. Se me ndiku në mënyrë negative nuk doja kisha falë as vedit për vedi, as vedit për ty. No, nuk e pse ndjen... Se nuk është ta esencija, kupton? No, s'ke pse ndjen peshti... Po në përgjithësi, po thama, kupton? E di Unë si du me është- ba veç mirë njerëz, s'du i ba kaq. E di pse veç ndihem kështu si çuditshëm se kur hyra këtu brenda, hyra me shumë gjëra në ajër.